Më 9 nëntor, qyteti Vlorës do të drejtohet kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e ri të bashkisë. Fillimisht pak javë më parë shumë qytetarë ishin të painformuar për zhvillimin e këtyre zgjedhjeve, por situata ka ndryshuar ditë të fundit. Përveç shtimit të prezencës së partive politike dhe kandidatëve në media, ndërgjegjësimi publik është rritundjeshëm. Qytetarët shprehen se janë informuar përmes televizionit 6+1 Vlora si media më e besueshme dhe më e ndjekur edhe sipas të gjitha sondazheve. Qytetarët thonë se u informuan për datën 9 nëntor, ditën e zgjedhjeve, nga televizioni 6+1 Vlora, ashtu si kundër po ndjekin edhe aktualisht aktivitetet e partive politike dhe kandidatëve për deputet. Po, e dim. Kur në çfarë date? Në datën 9. Nga e keni mësuar? Ne kemi mësuar nga televizori juaj. E dim. E dini? Po Kur janë zgjedhjet datën? Në datën 9. Nëntor. Nga e keni marrë informacion? Po ndjekim televizorin, i dim gjitha ato. Pensionista jemi, ne i shikojmë gjithmonë. Kam dëgjuar. Ke dëgjuar? Po. Po kur do votohet datën e keni dëgjuar? Në 9, Nga e keni dëgjuar? në televizori. Që ka votime në Vlorë, dini apo? Si? Ka votime në Vlorë, do Le të ketë. Jo, e keni dëgjuar? Çfarë thonë këta? Çfarë data? Si puna juaj. Di vetë ata. Datë 9. Nëndor. Nga e keni dëgjuar? Nga televizori. Në të njëjtën kohë, qytetarët e Vlorës japin edhe sugjerimet e tyre për prioritetet që duhet të ketë kryetari i ardhshëm i bashkisë. Sipas tyre, përmirësimi i infrastrukturës në brendësitë e lagjeve, drejtësimi publik dhe kujdesi për pastërtinë dhe hapësirat e gjelbra janë çështjet më urgjente që kërkojnë zgjidhje. Presim të mira. Asgjë tjetër të mira presim. Çfarë duhet bërë? Të bëhet, unë kam këtë njërë. Ati ke lagja ime, kam këtë vrejtje. Që nuk kemi drita, edhe po ca qilak. Ku e keni lagjën? 10 korriku brenda në poligon ishtë ndërmarrë Apelat Rexhepi. Dhe nuk ka patur asnjë investim? Drita? Asnjëherë. Për një lamp, nuk është një diçka tjetër sa ty janë me shtyllë me gjitha për një lamp. Po ç'a të themi neve? Po në lagjet asë një punë nuk bëjnë, premtojnë edhe asë një gjës nga bëjnë. Unë jam për Ballgorishtit. Edhe para zgjedhjeve që u bën të 11 maj, na premtuan do t'ua bëjmë. Prisë mbaruan dhe zgjedhjet edhe nuk duken mës t'i shikojmë. Çfarë problemi ka rruga? Kemi komplet, jemi 4 apartamente aty, edhe është ambienti i parregulluar. Bie shiu, unë jam kati parë, 4 shkallë janë, vjen deri te shkalla e 3 po thuajse. Edhe Shpresoni do të zgjidhen? po fjalë të mira thonë, po ç'a bëjnë, s'bëjnë punë, ne premtoj edhe gjë hiç. Nuk shpresoj asnjë gjë. Pse? Kemi një jetë që votojmë e nuk ndryshojmë gjë. Prandaj Megjithatë, edhe vetë qytetarët vënë në dukje mungesën e një fushate të gjerë informuese nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka dërguar në televizionin 6+1 Vlora asnjë spot zyrtar për të sqaruar qytetarët mbi procedurat e votimit dhe rëndësinë e pjesëmarrjes në zgjedhje. Pikërisht gjatë këtyre ditëve të fundit, nëpërmjet televizionit 6+1 Vlora, vëmendja e qytetarëve është përqendruar te kandidatët dhe premtimet e tyre. Më 9 nëntor, Vlora do të vendosë se kush do të drejtojë bashkinë në 2 vitet e ardhshme në këto zgjedhje të pjesshme, një proces që në fakt po pritet me interes nga publiku.